Nata e Kadrit në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Allahu i madhëruar e ka dalluar muajin e Ramazanit mbi të gjithë muajt e tjerë, duke i dhënë disa vlera dhe veçori madhështore. Por edhe ditët e muajit të Ramazanit nuk i bëri të gjitha njësoj, por i dalloi 10 ditët dhe netët e fundit të tij. Midis 10 netëve të fundit të Ramazanit gjendet nata e Kadrit, e cila është një natë madhështore. Ajo është e vlefshme sa 1000 muaj. Allahu e lartësoi pozitën e asaj nate dhe e bekoi duke zbritur në të revelatën e tij hyjnore, fjalën e tij, librin famëmadh, Kuranin, i cili është udhërfyesi të devotshmëve, dalluesi të vërtetës nga e kota, është dritë, udhëzim dhe mëshirë për të gjitha botrat. Allahu i madhëruar thotë: Ne e zbritëm Kuranin në një natë të bekuar, në natën e Kadrit. Vërtet ne gjithmonë kemi qenë paralajmërues. Në atë natë të zbritjes së Kuranit vendoset çdo punë e urtë me urdhrin ton. Ne gjithmonë u kemi sjellë të dërguar si mëshirë prej Zotit tënd. Me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ai është Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet midis tyre, nëse besoni me bindje. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç atij. Ai e jep jetën dhe e cakton vdekjen. Ai është Zoti juaj dhe Zoti të parëve tuaj të lashtë. Surja e Duhan 3:8. Sa natë e madhërishme është nata e Kadrit. Ajo është natë e bekuar, e mbushur plot me shpërblime, mëshirë e begati, një natë e vetme, më e mirë se 1000 muaj. Kjo do të thotë se ajo natë është më e mirë se 30.000 net. 1000 muaj të konvertuara në vite rezultojnë të jenë më tepër se 83 vjet. Kjo është një periudhë kohore goxha e gjatë. Imagjino sikur këtë periudhë ta kaloje të gjithën duke adhuruar Zotin. Nata e Kadrit, për atë që e ka përjetuar atë me adhurime të sinqerta e punë të mira, është më e vlefshme se sa ato 83 vite. Çfarë pozite të lartë që gëzon kjo natë. Nata e Kadrit është më e mirë e më e vlefshme se 1000 muaj, mes të cilëve nuk do të kishte natë Kadri. Kështu janë shprehur edhe disa dietarë të tjerë. Në këtë natë begat shtohet numri i engjëjve që zbresin në tokë, e bashkë me ta zbret mëshira e Zotit dhe bereqeti. Kështu ndodh edhe kur lexohet Kurani dhe kur mblidhen muslimanët për të përmendur dhe madhëruar Zotin e tyre. Engjëjt i rrethojnë ata dhe bashkë me ta zbret mëshira dhe qetësia. Allahu i madhëruar thotë: Paqja është ajo natë deri në agim, që do të thotë se nata e Kadrit është një natë në të cilën bizotron paqja dhe qetësia, dhe se e keqja zgjen vend në atë natë. Ajo është nata në të cilën vendoset çdo punë e urtë, që do të thotë caktohet fati i njerëzve deri në vitin tjetër. E gjitha ndodh sipas paracaktimit dhe vendimit të Zotit të madhëruar, të gjithfuqishmit, të urtit. Ktu është për qëllim caktimi vjetor, pra deri në vitin tjetër. Në lidhje me vlerën e madhe të natës së Kadrit, është transmetuar saktësisht se i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Kush e përjeton natën e Kadrit me adhurim ndaj Zotit, me besim të sinqert dhe duke shpresuar shpërblimin, do t'i falen mëkatet që i ka bërë më herët. Nata e Kadrit, pa më të voglin dyshim, gjendet në muajin e Ramazanit. Allahu i madhëruar thotë: Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues i së mirës nga e keqja. Surja El-Bekare 185. Ndërsa në një ajet tjetër thotë: Ne e kemi zbritur Kuranin në natën e Kadrit. El-Kadr 1. Nga kjo kuptojmë se nata e Kadrit, në të cilën ka zbritur Kurani, gjendet në muajin e Ramazanit, në 10 netët e fundit të tij, në njërin nga netët teke, pasi i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit. Ndërsa në lidhje me faktin se ajo gjendet në njërin nga netët teke të 10 së fundit të Ramazanit, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Kërkojeni natën e Kadrit në netët teke të 10 së fundit të Ramazanit. Ajo mund të jetë nata kur Ramazanit i ka ngelur 9 ditë nga përfundimi, ose nata kur i ka ngelur 7 ditë, ose kur i ka ngelur 5 ditë. Ibn Hajeri ka thënë: Pas shqyrtimit të kësaj çështje,
Në bëhet e qartë se nata e Kadrit gjendet në muajin e Ramazanit, në 10 netët e fundit të tij, në netët teke, por pa e caktuar se në cilën prej tyre konkretisht. Në këtë përfundim, në nxjerr përmbledhje e transmetimeve që kanë të bëjnë me këtë çështje. Dietarët e feston kanë përmendur se urtësia e fshehjes së kësaj nate dhe mospercaktimit eksakt të saj është bërë me qëllim që muslimanët të shtojnë adhurimet në 10 netët e fundit të Ramazanit. Duke shpresuar se mos ndonjëra nga ato net mund të jetë nata e bekuar e Kadrit, ata do të shtojnë leximin e Kuranit, do të shtojnë pamirësitë dhe veprat e mira, dhe kështu do t'i dalë qartazi në pa ai që vërtet ka qenë i zellshëm në kryerjen e adhurimeve dhe në fitimin e shpërblimeve, sevapeve, nga ai që ka qenë dembel dhe i shkujdesur. Nëse do të dijej konkretisht se cila natë do të ishte nata e Kadrit, njerëzit do t'i fokusonin të gjitha energjitë e tyre në atë natë, edhe për shumë prej tyre, ndoshta do të mbiste motivimi për të kryer adhurime në netët e tjera. Por, duke mos e ditur se cila nga netët është në nata e Kadrit, gara për punë të mira bëhet më interesante dhe nocioni provimit, sprovës, është më i plot. Muslimani duhet të kërkojë natën e Kadrit dhe të bëjë ç'është e mundur që ta shfrytëzojë për arritjen e mirësive, begative dhe shpërblimeve të asaj nate të madhërisme. Ndërsa ai që privohet nga mirësitë e asaj nate, ai me të vërtetë që është i privuar dhe fatkeq. E si të mos jetë i privuar dhe fatkeq ai njeri që e ka arritur periudhën e faljes dhe mëshirës dhe nuk e ka shfrytzuar për t'u liruar nga barra e gjunaheve, por vazhdon t'i mbajë ende mbi supe. E kjo vetëm e vetëm për shkak të neglizhencës së tij dhe mos interesimit. Shpërblimi i madh u takon atyre që tregojnë të vëmendshëm dhe garojnë për arritjen e shpërblimeve të shumta dhe mirësive. Ata falen, luten, agjërojnë dhe punë të mira veprojnë. Mjerimi pa shembull u takon atyre që nga dyert e mëshirës së kësaj nate janë larguar. Në dhomat e errta janë vetmuar, në gjuma të natë kanë kaluar, apo edhe më keq, duke bërë ndonjë punë të shëmtuar. Ah, sa keq për atë që mundësinë e humbi, i humbi në dëshirat kota. Një natë më e mirë se 1000 muaj ka kaluar, sikur ta dinte se çfarë ka humbur, shumë do të ishte pikëlluar. Nëse njeriu nuk fiton sevape në këtë natë bujare, kur do të fitojë? Nëse njeriu nuk e gjen rrugën për tek falja dhe mëshira e Zotit në këtë natë të mëshirës, kur do ta gjejë? Nëse tregohet neglizhente dhe i shkujdesur në këtë natë të bekuar, atëherë kur do të punojë prej bamirësive dhe punëve të mira? Dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: "U ka ardhur Ramazani, muaji i bekuar. Në të gjendet një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Ai që privohet nga të mirat e asaj nate, është privuar nga çdo e mirë, e nuk privohet nga të mirat e saj, veçse ai që është fatkeq." Është e pëlqyeshme që muslimani t'i shtojë lutjet në natën e Kadrit, pasi duaja apo lutja në këtë natë të bekuar është e pranuar. Le të zgjedhë nga lutjet ato që janë më gjithëpërfshirëse, ashtu siç është duaja e transmetuar nga nëna e besimtarëve Aisha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, e cila tregon se e ka pyetur të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të: "Nëse arrin natën e Kadrit, me çfarë lutje të lutem, o i dërguari i Allahut?" Thuaj: "O Allahu im, ti e falës, e do faljen, fal më mua. O Zoti ynë, na jep sukses që ta gjallërojmë me adhurime natën e Kadrit. Na mundso o Zot të falim namaz nate me besim tek ti dhe duke shpresuar shpërblimin, e na i fal gjunahet. Ti je falës i madh dhe bujaria jote është e madhe, o Zoti ynë."